Atentati një ditë më parë në Rinas për Sali Berishën në shkryer për llogari të bandave kriminale që kanë lidhje me shtetin. Në konferencën nga Selia Blu, Berisha kërkoi që të dorëhiqen ministrat Piro Vengu dhe Albana Kociu. Është një ngjarje e cila u patronua kryekput nga shteti për llogari të bandave me lidhje më të afërta me qeverinë se sa banda e Shullazit. Sigurisht që opozita do kërkojë, por dorëheqjen Pirovengut ja ka kërkuar edhe vetë Edi Rama. Natyrisht ne do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Të hënën e 17 nëntorit, opozita do të nisë përpara kryeministrisë, atë që e konsideron si parlamenti i qytetarëve. Dita e hënë do të jetë dita e fillimit parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, ka vetëm një rrugë: protest dhe vetëm protest. Sali Berisha deklaroi se skenari për protestën kombëtare ende nuk është përcaktuar.